Përshëndetje të mirë, themi përshëndetje, mirë se erdhët. Ju nëntarua një shikim të këndshëm. Nuk është rastësi video e nëntarus. Këtu kam hedhur dy pako letrat, një grup. Grupi parë është me gurin amethist, me unazën amethist, dhe grupi dytë është me obsidian të zi, që është letra e maces me shtrigën. Unë dua të mbyllje të syt një moment dhe të mendoje cilin grup do të zgjidhje di. Nëse zgjidhje grupin e parë, do të shikojmë për pak. Nëse zgjedh grupin e dytë, unë uroj që të bjerë më e mira, se e meritoni triumfin, e meritoni të dy grupet, normal, e meritoni triumfin, e meritoni të kërkoni energji pozitive, kërkoni lajme të mira, gjithashtu çfarë do na sjell ky mesazh për grupin 1, që mos u mbasin kohë, po vazhdoj me njëherë sepse nuk dua që të më ngelen videot për gjysmë gjithmonë. Gjithsesi, unë këtu shikam tre letra, ditën e sot me shikojmë që koha e shërimit dhe durimit për grupin 1 hapen nëpërmjet ëngjëve, por gjithashtu unë kam dhënë një letër orakull, një përgjigje nga ëngjëjt, që të shikojmë dhe këtë, nuk është momenti i dur tani. E vërtet është mirë, thotë dhe parashikimi, nuk është moment, kjo letër, domethënë nuk e shikojmë që nuk është momenti perfekt për ty këtë moment që të hapesh, të bësh gjëra që do bësh pishman më vonë, por shikoj që disa persona janë duke u larguar me ditën e shpatës. Dita e shpatës tregon që ka arritur fundin çdo gjë në jetën tuaj dhe shikoj që dikush nga ju po merr një zhgënjim të dhimbshëm, do të thoshë, një zhgënjim që e pret vetëm një largim, rrugëtimi i së ardhmes, por shikoj këtu që është një rrugëtim i që keni arritur në fundin e ciklit, domethënë nuk mban më ujë pilavi që i themi shqip. Çfarë do të radhëtia apo zhgënjimi me dietën e shpatës ose stres që të kam petur, ke arritur në kulmin e saj që nuk u duron dot më dhe këtu shikoj që është një lajm i mirë sepse numri 10 përfaqëson fundin e ciklit të errët. Domethënë që lind dielli për ju, pas shpinës tënde shikoj që dhimbja vazhdon akoma, por ti mund të shikosh më tej. Përtej kësaj që hëna e re këtë moment po vjen për të thënë që cikli vjetër po mbyllet dhe është një po mbyllet njëre mirë dhe këtu shikoj që nga ana tjetër na vjen dhe i varuri, se duhet i bëj kështu këto. Vjen dhe i varuri çfarë tregon? I varuri tregon që juve dhe universi këtë moment po tregon që ju këtë moment ndjeni sikur keni ngrirë ose sikur është një moment pezullimi. Kjo nuk është një ngecje e keqe, por është një pauzë për qëllimet e tua shpirtërore ose për të arritur qëllimet e tua. Por nga ana tjetër të shikoj që jeni në një këndvështrim që nuk është gjë e keqe, por aktualisht nuk shikoj ngecje të keqe, por shikoj që je në pauzë për të parë çfarë do shpirti në të vërtetë. Ju po mësoni shumë nga kjo situatë, nga ky këndvështrim dhe krejtësisht diçka tjetër po lëshohet, sepse ti s'mund ta mbash më kontrollin e këtij problemi. Je i detyruar të largohesh. Më vjen shumë keq grupi 1, por ju jeni të detyruar të largoheni me letrën e parë me 10 shpatat. Gjithashtu letra e fundit është temperanca. Temperanca tregon që dhe kjo është një letër e shërimit, disa prej jush janë duke shëruar ekuilibrin e tyre të brendshëm, një shpirt i madh, një shërim i madh ju gjen sërish për të pasqyruar dhimbjet, për të larguar dhimbjet dhe këtu shikoj dikush nga angjëjt e tu po punon prapasken për të ndihmuar ty ose për të bërë ty që të përzihesh pak ato elementet, por kjo letër të tregon, karta angjëjve tregon nuk është koha e dur për të udhëzuar vetëm nga ne, por udhëzimin e angjëjve këtë moment të thotë që mos u nxitoni për të marrë vendime të mëdha, sepse nuk është momenti i duhur me këtë ënën e re, dhe është një situatë e caktuar që pikërisht sot që ti e dëgjove këtë, të thotë me mendje të plot, nuk është momenti i duhur për të bërë lëvizje apo gjëra të reja. Universi të thotë jo, kërko të presësh dhe pak, të gjesh stabilitetin që ëna e re, energjia e ënës së re të shëroj plotësisht nga 10 shpatat dhe lejoje veten tënde që të piqesh në kohën e dur dhe çdo gjë në jetë do të rregullohet. Thjesht mos i nxito hapat. Ky është një plotësim i duhur për ty. Por për më shumë ke videon në YouTube me 3 grupe aty, mund të shikoni se çfarë ju sjell grupi 1. Ju që zgjodhët grupi 1, futuni në YouTube Taro Energji 1, sepse këtu nuk kemi shumë kohë, e kemi kohën të limituar. Vem te grupi 2 të shikojmë grupin 2. Letrën e hanës, e yllit dhe full, letra e 8 monedhave. Grupi 2 që ngeni më mirë nga e para.
Shikoj që kjo letër tregon një rilindje, një transformim të thellë dhe shikoj që disa nga ju po presin një mrekulli, një fillim të ri, një lajm të ri. Hëna e re po të zyrtarizon frutet e asaj që ti ke mbjellë në të shkuarën. Letra e yllit, The Star, tregon që drita jote e shpresës dhe e shërimit është drejt udhëzimit, drejt rrugës që ti ke dashur dhe gjërat e reja po manifestojnë nga ju, ku dëshirat tuaja të mëdha po fillojnë të lëvizin. Ju e keni gjetur sërish frymëzimin të kjo rrugë dhe shikoj që është një energji e brendshme, duke gjetur paqen, duke rrethuar me energji pozitive, një energji pastrimi që të bën të shkëlqesh. Besimi jot këtë moment po shpërblehet sepse pas kësaj ka ardhur një letër e budallait, por shikoj që është një fillim i ri, një hap i ri, një hapëri absolut. Me këtë letër të fuqishme Hëna e re të tregon që ke guxim të fortë në besimin tënd. Po e nxitoj që të arrim kohën, më falni. Liroje veten nga frikrat e së shkuarës dhe jepi vetes sënde eksperjenca të mira, të lumtura dhe hidhe hapin në aventura të reja. Këtu shikoj që ke një projekt në duart e tua, sepse po punon shumë. Është një projekt, një aventurë e re me dikë që do të ndihmojë nga ana shpirtërore, do të ndihmojë nga ana emocionale. Është një kapitull jete që doni apo s'doni juve, ky person që hyn në jetën tuaj do t'ju bëjë të ndjeni të lirë, të pavarur dhe do të ndiheni si kur më parë. Do thoni, o Zot, çfarë mrekullie. Do më kujtoni një moment, pasi ti kujtoni këto fjalët, mbase për 6 muaj, mbase për më parë, nuk e di, por këtu shikoj që nga sot deri në fund të vitit, shumica nga ju kanë për të kaluar, do me thënë sepse dhe grupi 1 futet në grupi 2, ta dini, sepse filluam me në 1 dhe vazhdimësia në 2 për të mbushur më shumë energjinë. Por me sa shikoj këtu, grupi 2 është më mirë nga grupi parë dhe ka aventura të reja, ka për të filluar një kapitull të ri dhe 8 e monedhës të thotë vendos me mjeshtrinë tënde, punën tënde dhe përmirëso aftësitë tua, sepse shikoj që ke qenë shumë i lodhur. Por 8 e monedhës sjell një përmirësim nga ana materiale, po të sjell një përmirësim për përfitime dhe për të ndërtuar diçka me duart e tua. Diçka shumë të bukur dhe kjo po të ndërton që ti aktualisht të lëvizësh hap pas hapi dhe të vërtetosh që vërtet në bizneset e tua, në projektet e tua duhet pak ajo magjia, ajo manifestimi, ajo energjia që të plotësoj këtë kuvertë ose këtë treshe kaq të bukur, sepse unë shikoj që ti ke aftësi shumë të forta, je një person i palodhur në lidhje me anën materiale dhe këtu shikoj që ana materiale po ndërtohet pak nga pak për të arritur në atë energjinë magjike. Por shikoj që kesu, no comment. Shikoni tani, sepse kemi kohë dhe pak. Letra e suksesit grupi 2 është një lexim magjik, do të thosha, dhe mrekullia që të sjellin ëngjëjt këtë moment në jetën tënde. Letra e suksesit. Mesazhi është i prerë, koca ta komentoj, unë është i pa diskutueshëm përgjigje po. Kishe 8 monedhën që është ëndra e çdo kujt. Okej, është ëndra e çdo kujt. Kishe yllin që është triumfi dhe ti po thurr në atë organin tënd, ato manifestimet e tua dhe universi duart roket që të thot bravo të qoftë, ke rilindur, ke filluar një triumf të ri dhe universi duart roket atë që ti plotëson dhe të garanton fitore. Ec përpara me kokën lart. Ec përpara sepse ke grupi 2 je jashtëzakonshëm motivues, i mban hapat e tu të sigurt, nuk je gozhduar nga grupi parë, okay? Por ju grupi parë i qeni që ka të gozhët një nga një dhe meni pak energji nga grupi 2, sepse unë do të thosha që kjo energji është shumë pozitive. Sinqerisht. Është një ëndër që po thurni me kujdes në yllin tuaj në një rezultat triumfues, universi duart roket guximin, forcën dhe garanton plotësisht që çdo gjë që është e juaja, është e juaja. Thjesht duhet të ecësh përpara. Grupi 2 ju përshëndet në tarua një energji shumë pozitive më dhat. Nuk e di, por ndjem e qetë kur lexova për grupin 2. Grupi parë duhet të shëroni veten. Grupi parë është me 10-ën e shpatës që je duke u larguar nga një diçka në një tradhti, nuk e di ç'të kanë ndodhur kohët e fundit. Por aktualisht shikoj që grupi 1 është shumë i lodhur. Merrni pak energji nga grupi 2 juve. Edhe ec përpara, sepse përpara e ke jetën, nuk e ke mbrapa. Mos e kthe kokën mbrapa. Vazhdo. Ju përshëndes dhe ju përqafoj fort. Për më tepër keni videon që sapo kam hedhur në YouTube, grupi 1, grupi 2 dhe grupi 3. Aty mund të shikoni për më shumë.